Antonino Mullisi dhe trajneri i tij Artur Laxha janë të vetmit përfaqësues të peshqngritjes shqiptare, të cilët do të përfaqësojnë kombëtaren Kuqezi në garat e kampionatit botror të peshqngritjes për kategorinë U17 që do zhvillohen në fillim të muajit korrik në Kolumbi. Trajneri Artur Laxha bën të ditur se në garën e kontrollit të zhvilluar me praninë edhe të presidentit të Federatës Shqiptare të Peshqngritjes Eles Gjoza, talenti shkodran Mullisi ka prezantuar një formë të shkëlqyer sportive. Ditën e djeshme na bëmë një garë kontrollit, ku ishte pranishëm edhe presidenti dhe vetë i madhi Asim Bilinova, ku bëmë një garë kontrollit ku ishte përgatitja dhe përqendrimi i Antoninos për kampionatin botëror, se shumë shpejt ne do përfaqësojmë Shqipërinë në kampionatin botëror U17 që do zhvillohet në Kolumbi, ku është një formë e shkëlqyeshme dhe jena shumë optimista që të kthehemi me medalje. Pa diskutim janë vlerat e sportistave shkodran, ku tashmë janë dy sportista cilësor kampiona rregullimenta shqiptare, si është Sejmiri dhe Antonino, të cilët janë edhe të ekipit kombëtar dhe përfaqësohen deri në gjitha aktivitetet. Në vijim trajneri Laxha ndalet tek një temë e lakuar edhe më herët, mos shpërblimi i sportistëve të tij, Antonino Mullisi dhe Sajmir Laxha, ku si kampion dhe rekordmen Bashkia e Shkodrës, duhet të zbatojë ligjin e sportit për akordimin e shpërblimit financiar. Kemi probleme me pagat. Pagat janë shumë qesharake, ku dhe pak ditë më parë takova dhe kryetarin bashkë me presidentin Fidel Ylli, ku na premtu që ne do të nepen ata që na takojnë, ata që janë vendimit i Këshillit Ministrave dhe hala asgjë nuk po bëhet. Kjo na ka penguar i fije, mos i ne kena nevojë edhe për suportin e vitaminave dhe të ushqimit tash para aktivitetit. Si emoc kjo po dhe gjajo jo. Domethënë përbën disa kohë që ne i paguajmë gjanë edhe ne do vazhdojmë të i paguajmë, që nuk do rrimë mëshirë të fatit, por problemi është me që vetë ministri i ka lanë shpërblimet e sportistave dhe varësit e tij nuk i marrin parasysh këto ligje që janë të shkruar dhe janë veç për sportista. I pyetur për objektivin, trajneri Laxha thotë se në botrorin e kaluar u afruan deri në vendin e 4, ndërkohë që tashmë në Kolumbi besimi është për medalje. Në vitin e kaluar ne ishim në një aktivitet botëror që kemi pollë tani dhe donë me vendin e 4 në botë. Shpresojmë këtë vit që të kthehemi me medalje.